Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë, lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wa salam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozur vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu me leximin e haditheve nga libri Riyadhus Salihin. Kemi ardhur në hadithin e fundit të kapitullit të sabrit. Kemi marrë disa takime me radhë me kapitullin e sabrit, dhe në këtë kapitull, sikur që kemi përmendur, autori ka përmbledhur hadithe nga më të ndryshmet që flasin nga njëra anë për dobinë e sabrit, për rëndësinë e sabrit, dhe ka sjell edhe shembuj praktik përmes haditheve se sa është i gjerë ky koncept. Domethënë sa është kjo vlerë e shtrirë në jetën tonë. Në fund e ka përmendur edhe një hadith i cili flet edhe për një situatë që njeri mundet me u gjejë në kësaj bote, e që në këtë situatë duhet të jetë i durueshëm. E ka përmendur hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë në një prej betejave me shokët e tij. Dhe ka prit derisa dielli ka kaluar në kohën e drekës, pastaj është ngrit edhe i ka këshilluar shokët e tij me disa fjalë. Po një nga betejat, në një kohë të caktuar të ditës, pejgamberi alayhi salatu wasallam është ngrit edhe i ka këshilluar shokët e tij. Çfarë ka qenë kjo këshill në këtë situatë kaq të vështirë, edhe në këtë situatë kaq të ndihshme, në luftë? Ka thonë: ja ayuhan nas, o ju njerëz, la tatamannu liqa al-adu. Mos e dëshironi takimin me armikun. O ju njerëz, mos e dëshironi, mos e kërkoni takimin me armikun. Was'alullahi al-afia. Kërkoni nga Allahu mirëqenie, do që të ketë rahati, jo luftë. Fa idha laqitumuhum fasbiru. E nëse vije deri te lufta, vije deri te konflikti, përplasja, ndodh, atëherë bëni sabër. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf. Edhe dini se xheneti është në hijen e shpatave. Pastaj ka bërë një dua që do ta lexojmë, pastaj do ta komentojmë inshallah binillah. Fillimisht ndërozur këshillat e pejgamberit alayhis salam kanë qenë në çdo situatë. I ka këshilluar njerëzit në kohë të sabahut. Ka hadithe shumë që përmendin se pejgamberi son pas na fali sabahun u kthye dhe na këshilloi. I ka këshilluar njerëzit në raste të gëzimit, sikurse është këshilla e tij që u ka dhënë grave ditën e Bajramit. I ka këshilluar njerëzit në rast të pikëllimit. Në rast kur ka varruar zikon, ka ndodhur, jo vazhdimisht, por ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wasalam më ngrit edhe mi thonë njerëzve për këtë ditë përgatituni. I ka këshilluar. I ka këshilluar pa ndonjë rast caktuar. Sikurse ka në hadithin e Irbad ibn Sarije radhiyallahu ta'ala anhu, që thotë: wa'adhana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan baligha. Pejgamberi asam na këshilloi me këshill shumë përmbledhëse dhe prekse. Prandaj pejgamberi asam në çdo situatë i ka këshilluar shokët e tij, i ka këshilluar besimtarët. Për shkak se këshilla ata në vëllazër gjithmonë është e mirëseardhur dhe i sjell dobi besimtarëve. Ka mundësinë në këshill dëgjon diçka që s'ka dëgjuar më herët. Mund të kom për shembull një ligjërat, një këshill që në aspektin e përmbajtjes ti e ke dëgjuar. Mirë po, mund të ketë detaj që se ke dëgjuar. Dhe ai detaj i pa dëgjuar ka mundësi i jap komplet kuptim të plot asaj që e ke dëgjuar më herët. Pastaj të vëllazër, edhe nëse e ke dëgjuar të këshill,
Allah e ka përmenë se këshilla, edhe pse është e përsëritur, i bën dobi besimtarë. O dhe kirë fe inë dhikra, ten fa ol muminin. Ti rikujta. Ku pas kuaj, këshilla e njerëzit, nga se rikujtimi dhe këshilla u bën dobi besimtarëve. Edhe në këtë situatë, në luftë, pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka këshillu njerëzit. Në forma të ndryshme, në këtë situatë ka qenë një këshill shumë e veçantë. Kur pejgamberi i është drejtuar njerëzve dhe i ka thonë, o ju njerëz. Zakonisht ndërlozër, domthonë këshillat duhet të jenë zakonisht në përputhje me gjendjen. Nëse është vdekje, duhet me konë në përputhje me vdekjen. Nuk mundesh për shembull në situatë të vdekjes me përmendjen për këshilla që japën ditën e Bajramit. S'përputhet. Për shembull ditën e Bajramit me këshilla për që kanë bërë me martesën. Nuk shkon. Në çdo këshill e ka edhe kohën e vet, edhe ka, domethënë natyrën e vet në bazë të rastit edhe situatës. Shikoni këtu të ndërvëzër, zakonisht në luftë duhet me pas këshilla që nxisin besimtarët që të jenë të qëndrueshëm, të kenë një qëndrim heroik, të jenë të fuqishëm në mbrojtjen e vendit, se shumica e betejave që i ka bërë pejgamberi ka qenë në mbrojtjen e Medinës. Kanë ardhur Kurajshët edhe kanë sulmuar. Lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, këto luftë mëdha kanë qenë në afërsi ose në rrethin të Medinës. Prandaj pejgamberi është nga natyra e këshillës është dashur të jetë një këshill në përputhje me situatën. Edhe pse në këtë këshill ka, sikurse do ta përmendim, ka pjesë që kanë të bëjnë me situatën. Por shikoj në esencë ka thonë la tatamannu liqa al-adu. Mos e dëshironi, mos e kërkoni, domethënë takimin me armikun. Domethënë lufta në Islam është diçka e imponuar. Nuk është opsioni më i mirë i mundshëm që besimtari të zgjedhë. Nëse ka opsione tjera, duhet ato me njek. Kur ajo bëhet e detyrueshme, nuk ka zgjidhje, atër edhe për këtë është besimtari i gatshëm. Shkoni për shembull të ndërrozën pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ai ka pas mundësi që edhe sa ka qenë në Mekë, pa u shpërngul nga Mekë në Medinë me bë luftë në Medinë. Kur ka qenë pejgamberi në raste të ndryshme, kur kanë ardhur ensart nga Medinja, donë që mja rikonfirmu pejgamberit alayhi salatu wasallam Islamin në besatimin e dytë në Akabe, kanë ardhur numër më i madh. Edhe kur kanë pa që takimi me pejgamberin po bëhet fshehur azi. E kanë pa çu po e trajtojnë Kurajsht. Pejgamberi sa më kon ja Rasulullah. O i dërguar Allah, na jap leje edhe këtë lugin me Kurajsht na e rahatojmë. Ka thënë se jo, vjen koha. S'ka dhënë leje ato. Andaj nuk ka ndodh ose shmangja e konfliktit në Mekë nuk ka qenë për shkak të frikës, larg asaj. Por pejgamberi sa ka qenë i udhëhequr me shpallje dhe Allahu azza wa jalla nuk i ka lejuar që të hyjnë në betejë, pa u pjek kushtet. Për këtë arsye dhe ka shkuar në Mekë, ka shkuar në Medinë, pejgamberi sa vetëm që ti shmang konfliktet. Edhe ku ka ndodhur betejë, por në Bedër. Bedër është jo shumë kilometra në raport me Mekën, po nuk është larg prej Medinës. Kush ka ardhur me luftu? A ka shkuar pejgamberi sa Mekë me luftu apo ata prej Mekës kanë me luftu? Ata prej Mekës kanë me luftu. Lufta e Uhudit hala më afër. Uhudi sot është në pjesën qendrore të Medinës, kodra e Uhudit. Nëse na ka qenë pak më periferi, por megjithatë ka qenë afër Medinës. Lufta e Hendekut, lufta e tretë, 3 lufta të mëdha. Ku kanë qenë? Hendeku ka qenë në mes Medinës. Ata kanë ardhur me aleancën e tyre, Kurajsh me fiset e tjera arabe, ku kanë ardhur? Kanë ardhur pikërisht me vrap pejgamberin në Medinë. Ai pastaj ka bërë rrëthimin me atë grupën e madh që nuk kanë pasur mundësi me e kalu. Domthonjë që ka Bedri, Uhudi, lufta e Hendekut, nga luftat më të mëdha janë bënë afërsitë të Medinës, madje edhe në qendër të Medinës.
Dhe këtu pejgamberi na ka mësuar që besimtari nuk e ka opcion fillestar, primar, konfliktin. Domthonë besimtari nuk është konfliktuaz. Besimtari nuk është, domethënë, njëri që e don vrasjen, larg asaj. Feja jo nuk na mëson që njeriu me dasht gjakun e dikujt, larg asaj apo. Por nëse vije deri te kjo situatë, atëherë edhe kjo është opcion që besimtari nuk i ikë prej tij, nuk i ikë prej tij apo. E pse mos me kërku takimin me armikun? Për shkak që ndërrozë takimi me armikun nuk është i lehtë. Ku e din të qysh është situata, qysh përfundon. Një për shembull na him e mujmë e bojmë, ta mërmend aty apo. Po ndodh situata ndryshe me kon. Do të na rujt me pas për shembull përmbysje të rezultatit, me pas një dëmtim i madh i ushtrisë që mund të bëhet, pastaj mund bëhet edhe dëmet të tjera që rrezikojnë komplet vendin e popullit, që askush nuk i din saktësisht pasojat e luftës. Ka dhe nga përpara perandorit, po edhe sot fuqitë e mëdha mund me ime në luftë saktuar, po është që ideal ke dyshën nga që ka planifikuar. Lufta sjell situata të paparashikueshme. Prandaj pejgamberi ka thonë mos e kërkoni luftën, mos e kërkoni betejën, mos e kërkoni përplasjen e konfliktit me armikun. Pastaj gjithashtu ka dobi që marrim këto të ndërtuar të vëzër është me kërku konfliktin është një lloj vetpëlqimi. Nëjna trima, nëjna të guximshëm, ja besimtar nuk guxon kështu apo. Për shkak sikur se më thon njëri o Allah, sprovoj me çka dush se në sabër kam e bu. S'bën kështu apo më thon. Ku e din të bën sabër? Ku e din me çka Allah të sprovon? Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka ndodhur një rast interesant. Një njeri është kapluar nga një smundje që si kanë gjetë ilaç. Po kjo s'është e pazakonshme mos me gjetë ilaç, edhe sot ka smundje që nuk i gjen ilaç. Mirë po ka një gjendje, domthonë që kam përmend sikurse zogu i pulës kur të lagët. Domthonë i imt ashtë lkur dhe kur të lagët, do të bëhet pamje të mërshme. E çashtu boje. Don ashtë lkur i kurun i zvoglum. Edhe ka qenë domthonë një ndryshim tek ai i pazakonshëm. E kam pa në mënyrë të frikshme. E kanë thirrë pejgamberin alayhis salatu wasallam me pa gjendjen e tij. Kur ka pejgamber sa nuk a dhe çka ka pyetën e parë. Shka njëri do në gjendje të mirueshme. Pyetja e parë që ka bëu pejgamberi i ka thonë a ke bën ndonjë lutje? Çka e lut? Çka ke thonë? Ka thonë ja Rasulullah, o Allah, atë dënim që mundesh, atë dënim që domthonë është e pritshme me e marrë në ahiret, ma qënë dënjo. Ose më veç ati ma së më dëna. Ka thonë për ashtu, letës të t'i unë, ka s'muni, të lupë Allahut me të falë, lupë Allahut të azogjel me të shpëtu, jo me të dënu. Ashtu jo ka po dua keq. Edhe Allahu Gjellewala, sa duat e këqia që njerë bëjnë si përgjigjet. Po këtu është përgjigj për në abume një mësim. Kujdes që shpo lutni, kujdes që ka po kërkani. Ndaj, nuk bëjmë me thonë, s'pra me qka dush, qëmë qka dush. Nesër më lufta unë e dalë. Më stoj e kështu, amë të. Njeri besimtari jeton me njetë mirë, njetën e ka të pranë që të mirë e ka. Me bu me ndu dhe qka, me linë e zotit dalim, e bëjmë po, kështu po. Po jo me bindje të sigurt, jo me këmgulli, jo me aqë, dhe me thonë, garancë, sa që s'ka kur që e këthen këtë vendim. Jo, nuk dijet, Allah. Besma nuk uzo me kun kash i kapluar nga vetë përqimi. Me menu që aja delle vetë ja bëne kështë më radhë. Andaj besimtari është e kërkuar të ndërozër me ikë nga, s'po thëmë me ikë për shkak të frikës, po për shkak të kujdesit, me u largu nga çdo situatë që ka mundësi me e ekspozu rrezikut apo mëkatit. Pra nuk bën besimtari me në mes caktuar ku ka mëkat, më thonë unë e kësaj u dhe i bie edhe s'ma lëshaj, unë e rrin këtë vend edhe s'ndikona. Ja, s'ban. Duhet me largu nga vendet e sprovave, nga vendet e mëkateve, nga vendet e rrezikut, mu largu. Po nëse i ndodh me u gjinë ato mjedise, a e din se që du të musil.
dikun me ul shikimin, dikun me mbyll vesht, dikun me u largu bashkë nga situata, por ai reagon. Din qysh me reagu. Por nuk e lyp ai për plasën me sprovën. Nuk e lyp. Nuk e lyp larg asaj. Por ka frikë tek Allahu te bartona që mos po sprovohet. Prandaj nga kuptimet e këtij hadithi është se pejgamberi na ka mësuar që besimtari me rujt vetën e tij, me rujt imanin e tij. Mos me kërku përleshje, mos me kërku përplasje, mos me kërku ballafaqim me të keqen, por me jetu në rrethana normale. E nëse ndodh me u ballafaquaj, pastaj edhe për të situata është i përgatitur. Andaj ka thonë pejgamberi, kërkoni nga Allahu el-afia. Çka është el-afia? Afia është ajo që pejgamberi na ka mësuar me kërku sabah e akşam. Nga lutjet dhikri i sabahut dhe i akshamit, nuk ka pas një tërsi lutje, është disa lutje që pejgamberi mi ka bërë në mëngjes edhe mbrëmje. Sabah e aksham, thirret dhikri i sabahut dhe dhikri i akshamit. Në kohët të dhikri të sabahut dhe akshamit që ka thonë pejgamberi, Allahumma inni es'aluka al-afia. O Zot, unë kërkoj nga ti al-afia. Afia është mirëqenie, rahati. Besimtari e kërkon paqen, e kërkon mirëqenien. Nuk është ai që e kërkon konfliktin. Mirë po ka thonë pejgamberi, fa idha laqitumuhum, nëse ndodh me u taku me ta, me armikun, po edhe me situata, për shembull të mëkateve, me fitne, sprova të caktuara, fasbiru. Atëherë bëni sabër. E sabri ka kuptimin e vet varet nga situata që gjendesh. Nëse për shembull në situatë mëkatit, bë sabër, mos bën mëkat. Nëse me armikun, bën sabër e mos ik. Rri qëndrueshëm, i kthyer ka armiku me fytyrën tënde, jo me shpinën tonë. E ndaluar me ik nga fronti. Nga mëkatet më të mëdha është me ik prej frontit. S'ka me ik. Shka sa bukur është të ndërozë i ka rregullu që vetë. Mos e kërko takimin, shmange për leshjen, largon nga çdo situatë që ka mundësi me çun konflikt. Por në qoftë se detyrohesh, s'ka tjetër zgjidhje, e atëra ballhapur. E atëra i guximshëm, e atëra i qëndrueshëm, e atëra stabil. Çështu ishte më mëson. Gjithmonë i mbështetur në Allahun. Gjithmonë duhet kërkuar ndihmën e Allahut. Asnjëherë me vetpëlqim se unë ja dal, unë e moj, unë jam trim, unë jam i fort. Jo kështu Allah, jo kështu. Por Allahu është ai që na forcon. Allah është ai që na ruan. Allah është ai që na jep guxim. E kështu me radhë. Gjithmonë të mbështetur në Allahun, duhet kërkuar ndihmën e Allahut. Në luftën e Hunenit, lufta e Hunenit ka ndodhur të ndërlozën pas çlirimit të Mekës. Kur ka çliruar pejgamberi në Mekën, disa fisë arabe që kanë met pa hy në islam, por edhe nuk ju ka met shumë hapësirë, për shkak se masi që është Mekja, pejgamberi ka marrë hapësirë të madhe, e kanë pasë se ata duhet me luftu kundër pejgamberit alayhis salam për me mujt me garantu për vetë tyne, kështu ata kanë menu jetesën. Edhe ju mbo dëmon bashkë dy fisët të mëdha me disa të vogla për me luftu pejgamberin. Kur ka një pejgamber ka qenë Mekë, vetë e ka qenë Mekën. Edhe i ka bu gati për mise 10.000 ushtarë. 10.000 ushtarë se kanë pas kur. Po mënej më herët në qitë pregaditje, në këtë përbërje, edhe normativ. E ju ka shtu dhe 2-3 tjerë, ka qenë numër i konzrushëm. E disa prej sahabëve, kur kanë patë në numër, të normativ ka unë, sot s'ka kur që nga mund, për i kalabloku që jena. Se të ka thonë kështë, në ka arë situata në Hunejnë, ata e ka mbo asë strategjie, që është bo një farë halaka me hutije, shumë nga ta ka vëllë më u largu. E pejgamberi ka me të gati si vetmuan me tej. E pastaj ka ypë në kafën e ti e i ka thirë njerëzit, o ju, kështu, i ka thirë me emre caktuar. Pastaj të e rikëty normal se ka qenë moment, në momentin caktuar njerëzit mund më hutua dhe me shku në detime të ndryshme. Jenë këthy, pastaj e ka fitu me tej, normal. Mirë pa Allahu Gjallahu thot, o jau me Hunenin, kujtone ditën e Hunenit, idhe a'gjabatkum kathratukum,
kur, ju mahniti, numri I madh që e patët, e të Allahu që ka kërri punë kodë. Qëka e kërri punë që? Një betej, një strategi armikut, ju shpërtë Allah. Në hëtë keni qenë shumë ma pak, edhe ma pak të armatos për keni fitu. Në Bedër keni qenë ma pak të armatos të keni fitu. Pse? Që kanë qenë të lidhur me Allahun te barekutaala. Kanë qenë të mbështetur në Allahun xhallahu ala, edhe Allahu I ka ndihmu. Andaj të rrozë besimtarët në sabër. Sabri nganjëherë është për shembull lëvizje, sabri nganjëherë është frenim, sabri nganjëherë është guxim, sabri nganjëherë është tërheqje, varet nga situata. Po në çdo situatë duhet të ditë besimtarët çëshme bu sabër. Mas kësaj këshille, shikoni, në luftë, apo tham luftë ka qenë. Kur e kanë këtë këshillë, mas kësaj këshille, kanë wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Tash pak duhet edhe normal, pak duhet edhe inkurajim, pak dhënie guximit për betejë. I ka thonë dine se xheneti është në hijen e shpatave. Normalisht vlera e pjesëmarrjes në luftë, pasi që janë plotësuar kushtet që thash, edhe me mbrojt njëri besimin e tij, fenë e tij, me mbrojt njëri vëndin e tij normal, me mbrojt shtëpinë e tij, me mbrojt pasurinë e vet, nderin e tij, është çështje që nuk diskutohet, edhe ka vlerën e vet. Pejgamberi ka përmend edhe situata më të vogla se lufta, kur besimtari për shembull vritet duke mbrojtur pasurinë, ka qenë është shahid. Men qutila duna malihi fa huwa shahid. Ai që vritet duke mbrojtur pasurinë është shahid. Pasuria është vendi vet, pasuria është shtëpia e tij, pasuria është malli vet, këtë këto pasuri. Kur vritet duke mbrojtur nderin e tij, men qutila duna irdhihi fa huwa shahid. Kur vritet duke e mbrojtur nderin e vet, nderi cënohet, ku ka për të nderit, edhe ajo është shahid. Andaj, shikojnë që e ka balansu, mos e kërka, largohu, shmange, ballavaçosh, qëndro, bë durim, deri në fund, qoftë edhe me vdek. Ose në luft nuk ka të ndërgozë shumë opcione. Nuk ka shumë opcione në luft. 2 opcione janë ato. Ja fiton, ja vdes. Të opcion s'ka. Opcioni I ikjes, e gjynëzimit, e dozimit nuk është tek besimtari apo. Andaj ka thonë pejgamberi edhe për inkurajim, edhe mi inkuraju, normal se ka qenë betejë dhe njerëzit duhet inkurajuar. I ka thonë, wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Dhe se në xhenet hini në hijen e shpatave normal, betejë, lufta, besimtari me mbrojt atë që kërkohet është padyshim një rrugë për rrugëve që shpihen në xhenet. E masoj, mas kësaj këshille, ka thonë pejgamberi pastaj ka bëu dua. Allahumma munzil al-kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alayhim. Shikojnë çfarë dua ka u pejgamberi alayhis salam. Masi që janë këshillat, për mbledh, se shiko këshill e shkurt, po shumë domethënëse. I ka këshillu edhe domethënëse çysh të mos sill jashtë lufte. I ka këshillu që me qëndru në luftë. I ka këshillu se betejë, lufta është një rrugë për xhenet. Nuk kemi zgjedhë, jemi sprovu. Bëjmë sabër edhe shpresojmë tek Allahu xhenetin. Tash ka bëu dua I kthyer ka Allahu xhalla xhelaluhu, duke thonë Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab. O Zot, o Allahu jon, ti që e ke zbrit librin, dhe ti që I lëviz rat, dhe ti që I mposht grupacionet, mposhti këta e na ndihmonive kundër tyre. Çështo ka bëu dua pejgamberi. Shikoj çfarë lidhje. Allahumma munzil al-kitab. O Allah, ti që e ke zbrit librin. Pse ka përmend zbritjen e librit? Për shkak se përmes çit libri na mësojmë çysh me ndërtu, çysh me punu, madje çysh me luftu. Ti Allah, ti e ke zbrit librin. Ti na ke mësuar këtë libër që na mos me kërku konfliktin. Ti na ke mësuar këtë libër që na duhet me e kërku, domthon mirëqenin, rahatin. Për shkak se në rahati dhe në paqe ka ndërtime, ka zhvillime, lufta ka shkatërime. Ti na ke mësuar këtë libër. Na ju kena përgjigj si libri Kuranit. Na ju kemi përgjigj mësimeve të këtë libër. Prandaj e ka përmend pejgamberi në këtë dua dhe
arsyen pse na dal, motivin, ti na ke mësuar Zot, për ty e na dal. Mujri as-sahab, ti që i lëviz rreth. Don shiko të ndrozur. Shkencëtarët që dini kanë folë për çështën e rreve, sa është eron një re. Shumë është eron. Nuk kuptojmë se është e mbushur ujë. A keni pa sa let lëviz? Don që është lëviz me erë dhull. Thë ushti i ka 1 kil. Gjitha e madhe lëviz. Kush e lëviz? Allah e lëviz. Andaj Allah që për ty është e lehtë lëvizja e rreve. Gjithçka për ty është e lehtë. Për ty është edhe lehtë me i lëviz këmbët e ushtarëve e me bo qëndrueshme kundër armikut. Doja sa përmbajtësora. Munzil kitab, mujri as-sahab, hazim al-ahzab. O Allah, ti je i vetmi që i imposht grupacionet, aleancat, dashakeqe kundër neve. Sa ka aleanca, fushata, në të ndryshme, lëvizje të caktuara që realisht punojnë kundër neve. Diçka që ata punojnë kundër neve shihet, shumë nga ajo që punojnë kundër neve nuk shihet. Isha Allahu azza jall. Ai ka dorën e vet. Ai të ndërlozë, duaja është një nga armët e fuqishme të besimtarit çdo betejë. Çdo betejë, në betejë me shejtanin, në betejë me mëkatin, në betejë me armikun. Lutë Allahun azza jall. Jo më thonë na vet, na duhet më apo kështu, jo, për mos po Allah po të lutem. I kthehemi Allahut azza jall. Atij dorëzohemi, kërkojmë ndihmën e tij, kërkojmë përkrahjen e tij, kërkojmë që ai na ndihmon. Çu shka lutë pejgamberi sa. Andaj o Zoti jon, ti që i shpartallon edhe që i imposht grupacionet, aleancat dashakeqe kundër neve që ju mbo, o Zot mposhti. Mposhti këta dhe na ndihmo kundër tyre. Kështu është lutë pejgamberi alison, edhe të ndërlozë, edhe kjo dua është pjesë e sabrit. Në sabër është edhe më lutë, e sabër është edhe më lëviz, sabër është me kone qëndrushëm, sabër është edhe më ballamaqu. Kejtëm këto pjesë e sabrit, që me këto kuptime ka që do me thënë se, ka që përmbledhse, autori e ka përmbledh, do më thonë, në fund me këtë hadith, kapitullin e sabrit. Andaj edhe kjo është, si kur që thashtë ndërlozër, hadithi i fundit në kapitullin e sabrit. Pas sabrit, inshallah, vazhdojmë me një kapitull të ri, shumë interesant, edhe të rëndësishëm për neve që do të vazhdojmë nga takimi i ardhshëm, inshallah. Allah na ruajt nga sherri i armikut, nga sherri i çdo lëvizje, fushate, dashakeqe kundër neve. Na mbret Allahu prej sherrit tyne. Allah na ruajt nga çdo situatë që cënon lirinë tonë, pasurinë tonë, familjen tonë, vendin tonë. Po në qoftë se sprovojmë nga kjo na boft Allahu të fuqishëm, e qëndrueshëm, e guximshëm që të përballemi me çdo sprovë që na del përpara, e dhash Allah që në përballje me çdo sprovë, çdo armik të dalim faqebardh edhe të dalim fitimtar. Allah e shpërblet me kaq për sot. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.